Presidenti i SBA-ve Donald Trump përsëri e befasoi botën, publikoi moratoriumin 90 ditor për tarifa doganore për shumicën e vendeve përveç për Kinën, për të cilën e rriti tarifën me 125%. Trump dje publikoi se të gjitha vendet që nuk ju përgjigjen tarifave doganore do të marrin prolongim, deri në korrik dhe do të ballafaqohen me tarifa gjithëpërfshirëse prej 10%. I think it was very positive for the world and for us. And we don't want to hurt countries that don't need to be hurt, and they all want to negotiate. Më shumë se 75 vende kanë kontaktuar qeverinë federale të SBA-s për të negociuar një zgjidhje. Ndërkohë Pekini u përgjigj me tarifat prej 84% për importet nga SBA-t. Bursat u rritën menjëherë pas lajmit për një moratorium 90 ditor. Pas disa ditësh rënje, indeksi Dow Jones u rrit me gati 8%, ndërsa indeksi Nasdaq regjistroi një rritje prej mbi 12%, më e madhja që nga viti 2001. Indekset e bursave europiane dhe botërore u rritën. Kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen përshëndeti vendimin e Trump, duke thënë se ishte një hap i rëndësishëm drejt stabilizimit të ekonomisë globale, kundër tarifat e BE-s për importet e produkteve amerikane gjithashtu janë prolonguar për 90 ditë. Kryeministri Mickoski dje njoftoi se ka biseduar me sekretarin amerikan për ekonomi Howard Lutnick. E theksova rëndësinë e përkrahjes amerikane për një Ballkan të qëndrueshëm dhe progresiv, sidomos për çështjet që janë me rëndësi jetësore dhe bashkëpunimin ekonomik. U dakorduam që të vazhdojmë të zhvillojmë partneritetin strategjik dhe ekonomik mes dy vendeve. Ministri e Financave Koçovska paraprakisht paralajmëroi se jemi të gatshëm të ulim tarifa doganore me SBA-n me 0% dhe se do të angazhohen në drejtimin e nënshkruar të marrëveshjes për tregti të lirë. Sipas profesoreshës universitare Nikisa Mojsovska-Blazhevski, ky është gjest miqësor. Në emisionin Biznes 21, ajo rekomandoi se duhet të jemi të gatshëm për dialog strategjik me SBA-n, për t'i përforcuar pozitat tona dhe të dalim me kërkesa. Нашиот извоз кон Америка е релативно мал, 1,5% од вкупниот наш извоз, увозот од Америка е 1,3% од вкупниот извоз. Така што Америка не е наш значаен трговски партнер и мислам дека повеќе намалување на царините на нула и така натаму било еден гест на добра volja ili prijateljski odnos. E derisa bota po merr veten nga tronditja disa ditore, shumica e demokratëve në Kongresin Amerikan si dhe aktorë të tregut, analistë dhe gazetar, dyshojnë se Trump ka marrë pjesë në një mënyrë jo ligjore në manipulimin e të dhënave në tregun botror, apo përfitojnë kundër ligjit bashkëpunëtorët e Trump nga luhatjet e mëdha të tregut të aksioneve përmes tregtimit të brendshëm, pyesin ata, duke bërë thirrje për hetim të Kongresit.